Jesse dhe Davidi menduan se kishin gjetur Dadone pësosur të shoqja e tyre e ngushtë prej 10 vitesh, Eni, por qeni i tyre, Benji, po përpiqej t'u thoshte diçka që ata nuk po e kuptonin. Pse qeni nuk i ndahej as një sekond voglushës Lili dhe pse lehte me tërbim sa herë që Eni i afrohej krevatit? Kur Davidi instaloi kamerat e fshehura dhe pas se pamjet e natës fshiheshin në mënyrë misterioze, ai zbuloi një të vërtetë që tronditi themelet e sigurisë kombëtare. Një dhomë e fshehtë pas murit dhe një identitet i rrem. Benji nuk po mbronte vetëm beben, ai po zbulonte një spiune ndërkombëtare që jetonte nën çatinë e tyre. Situata shtëpiake e Jessit dhe Davidit ishte shumë normale, derisa Jessi lindi një vajzë të bukur. Që nga ai moment, qeni i familjes Benji i tronditi gjërat plotësisht. Benji nuk e linte vajzën e tyre të flinte vetëm, dhe kur i ndanin, ai nuk ndalonte së lehuri. Kur Davidi kuptoi se çfarë po ndodhte, ai mori tronditjen e jetës së tij. Ai njoftoi menjëherë policinë, dhe ata erdhën me çdo oficer të disponueshëm. Kur arriti oficeri i parë i policisë, ai nuk mund ta besonte atë që po dëshmonte. Si mund ta kishte vënë re këtë një qen? Ai i tha Davidit se duhet të ishte shumë i lumtur me një qen aq vëzhgues. Thellë brenda vetes, Davidi e dinte se kishte dështuar. Ai duhet të ishte ai që mbronte vajzën e tij. Brenda pak minutash, të paktën një duzinë makinash policie mbërritën në skenë. Ata filluan menjëherë t'u bënin pyetje si Davidit ashtu edhe Jessit. Çifti ishte në shok. Ata nuk e kishin idenë e rëndësisë së situatës deri tani. Ajo për të cilën erdhën oficerët ishte sigurisht shqetësuese, por fakti që kishte filluar që kur Jessi ishte shtatzën ishte edhe më alarmant. Ata u kishin besuar njerëzve të gabuar. Por pse Benji refuzonte ta linte vajzën e tyre të flinte vetëm dhe çfarë zbuloi Davidi përfundimisht që ishte e nevojshme një prani aq e madhe policore? Gjithçka filloi kur Jessi ishte më në fund shtatzën. Të dy e kishin dëshiruar këtë për një kohë shumë të gjatë. Megjithatë, ishte diçka që po i mundonte të dy. Qeni i tyre Benji. Ata ishin hezitues për reagimin e tij ndaj bebes. Jessi kishte lexuar disa histori të merri për qentë që nuk pranonin një antar tjetër të familjes. Jessi dhe Davidi shpresonin që Benji do ta pranonte këtë. Përndryshe, ata me siguri do ta çonin Benjin në një strehimore për të mbajtur vajzën e tyre të sigurt në çdo moment. Pastaj, një ditë kur Benji më në fund vuri re se Jessi ishte shtatzën, ai filloi të lehte vazhdimisht drejt barkut të Jessit. Benji nuk dukej i lumtur me shtatzanin, ai filloi të sillej vërtet çuditshëm. Ata nuk mund ta kuptonin se çfarë po e shkaktonte këtë sjellje. A ndihej Benji i kërcënuar, apo kishte diçka që nuk shkonte me beben që Benji mund ta ndjente? Jessi duhej të merrte përgjigje dhe shpejt, para se të ishte tepër vonë. Jessi i kërkoi Davidit ta çonte Benjin te veterinari. Ata duhet të siguroheshin që nuk po ndodhte asgjë me Benjin përpara se tu duhet të zgjidhnin mes foshnjës ose qenit. Ajo zgjedhje nuk do të ishte e lehtë, por thellë brenda vetes, ata e dinin se nëse do t'u duhej të zgjidhnin, do ta çonin Benjin në strehimore për të mbajtur vajzën e tyre të sigurt në çdo moment. Megjithatë, veterinari nuk solli qartësi. Ai bëri disa kontrolle mjekësore për të parë se qeni ishte mirë dhe nuk kishte asgjë të keqe. Ai i tha Davidit se qeni duhet të ndjente diçka që po ndodhte me foshnjën. Ai e këshilloi Davidin ta çonte Jessin në spital për disa kontrolle. Kur Davidi i dha lajmin Jessit, ajo filloi të qante, ndjeu sikur gjithçka po shkonte keq. Jessi mboli gjithë guximin për të thirrur mjekun e saj, i cili ishte pranë saj goxhaj çdo ditë për ta marrë. Ajo kishte ndihmuar gjatë shtatzanisë rreth shtëpisë. Ajo u shfaq brenda pak minutash. Në spital, mjeku bëri disa kontrolle mjekësore të hollshme. Ekografia, si edhe testet e tjera, nuk treguan asgjë që nuk shkonte me Jessin apo beben. Ata ende nuk i morën përgjigjet që kërkonin. Kur mbërritën në shtëpi, Jessi rrëzua emocionalisht. Ajo nuk donte të zgjidhte mes fëmijës dhe qenit. Eni e ngushëlloi dhe i tha se do të ishte aty për ta dhe do të bëhej dadonja e tyre. Ajo kishte shumë kohë të lirë. Kjo e ngushëlloi Jessin, do të ishte gjithmonë dikush për të vëzhguar Benjin. Mos harroni të bëni like dhe të subscribe për të mos humbur asnjë histori të pabesueshme si kjo. Disa javë pastaj, Jessi më në fund lindi një vajzë të bukur, Lilin. Benji ende sillej çuditshëm, por këtu filloi një sjellje edhe më e çrregullt. Javët e para gjithçka dukej se shkonte mirë. Benji dukej se ishte qetësuar, por kur ata filluan punë dhe Eni i thirri me disa lajme shqetësuese,
Ajo i tha Jessit se Benji refuzonte ta linte Lilin të flinti vetëm. Benji nuk largohej nga ana e saj. Jessi ishte plotësisht e habitur. Kur e tregoi Davidit, ai nuk mendoi shumë për këtë. Mendoi se qeni thjesht po kujdesej për Lilin dhe kjo ishte e bukur. Pastaj, një ditë kur Eni thirrje e shqetësuar, ajo e kishte ndarë Benjin nga Lili dhe pastaj si ishte kthyer poshtë, ishte sulmuar nga Benji. Benji ishte dyshimt tepër mbrojtës. Davidi e dinte se Benji duhet të ndëshkohej për këtë sjellje. Me zemër të lënduar, ai shkoi përsëri te veterinari. Veterinari i dha Davidit një zgjedhje: ta çonte Benjin në strehimore apo të zbulonte pse po sillej kështu, sepse mjeku ndjente se diçka nuk shkonte. Davidi u ofendua nga një koment i mjekut, i cili tha se mbase ne ishim problemi dhe Benji nuk na besonte për të lënë Lilin vetëm. Por një kohë, ata vendosën ta vëzhgonin Benjin bashkë me Lilin. Lili dukej se e donte qenin dhe qeni padyshim e donte Lilin. Problemi ishte se sa herë që Davidi e çonte Lilin në shtrat ose kur ajo i zinte gjumi, Benji ishte pranë saj. Davidi thjesht e pranoi situatën derisa një ditë Eni thirri për thënë se ishte kafshuar nga Benji. Kjo i dha Davidit një realizim të papritur. Benji reagonte çuditshëm vetëm kur Eni ishte pranë. Benji ishte i qetë kur ajo nuk ishte aty. Eni duhet të ishte problemi. Jessi i tha Davidit të qetësohej, por ajo erdhi me një ide gjenjale, të instalonin kamera rreth shtëpisë për të vëzhguar Benjin, Lilin dhe Enin gjatë ditës. Eni u duk hezituese për instalimin e kamerave, duke pyetur nëse ishte e nevojshme. Davidi e mendoi këtë si shumë të dyshimt. Kur Davidi shqyrtoi pamjet e ditëve të para, asgjë nuk duke jashtë normales. Benji vazhdonte ta vëzhgonte vazhdimisht Enin, duke sikur Benji nuk i besonte asaj. Davidi donte të ballafaqohej me Enin, por duhej ta bënte pa e marrë vesh Jessin, pasi ato ishin shoqet ngushta. Davidi u nxeh dhe i bërtiti Enit: "Çfarë po i bën vajzës ime?" Eni u kap në befasi dhe siguroi Davidin se nuk kishte qëllime të këqija, duke u kundërpërgjigjur se qeni i trash ishte sjell kështu që kur Jessi ishte shtatzën. Pastaj erdhi Jessi dhe u zemërua me Davidin që akuzonte shoqen e saj të ngushtë. Jessi i dha Davidit një ultimatim: ose zgjidhe shpejt, ose hiqe qenin. Në atë moment Davidi kuptoi diçka që i dha të gjitha përgjigjet. Eni kishte thënë se qeni reagonte njësoj edhe natën. Ai nuk i kishte parë kurrë pamjet e natës, por tani do ta bënte. Davidi hapi programin dhe mbeti pa frym kur kuptoi se çdo natë regjistrimet ishin fshirë nga hardisku. Kishte diçka vërtet të çuditshme që po ndodhte. Ai vendosi të bënte një kopje rezervë të enkriptuar çdo ditë për regjistrimet e natës. Të nesërmen, Davidi ishte i paduruar për të parë pamjet. Dyshimi i tij u konfirmua. Pamjet e dhomës së bebes ishin shqetësuese. Ai pa diçka që hynte përmes dritares. Davidi ishte në shok të plot. Ai thirri policinë dhe u shpjegoi atë që kishte parë. Ata i thanë se do të dërgonin të gjithë oficerët e disponueshëm. Davidi njoftoi Jessin të vinte në shtëpi. Brenda pak minutash u dëgjuan sirenat. Kur Davidi i tregoi Jessit pamjet, ajo ra në gjunjë. Oficeri i tha se duhet ishin krenar për qenin e tyre. Ata pyetën për Enin, ku ishte ajo? Ata provuan numrin e saj, por nuk arrihej. Ndërkohë Benji i përsipër me Lilin. Kur oficerët hynë në dhomë, qeni vrapoi te muri dhe filloi të lehte drejt tij. Kishte diçka të fshehur në mur. Ata përdorën një varre për të shkatruar murin pa pyetur fare. Pas murit ishte një ndarje fshehtë. Brenda gjetën gjithçka, përfshirë një kasafort. Sollën një specialist për hapjen e kasafortave. Ndërkohë, bën një kërkim për identitetin e Ann Anderson. Ajo që doli i shokoi ata. Eni nuk ekzistonte. Nuk gjendej në asnjë bazë të dhënash. Ky person kishte fabrikuar të gjithë jetën e saj. Jessi u rrënua. Ajo e njihte shoqen e ngushtë prej 10 vjetësh. Si ishte e mundur? Kur kasaforta u hap, gjetën shuma të mëdha parash, bizhuteri, dokumenta dhe pasaporta. Në njërin nga pasaportat, oficeri njohi personin. Jessi bërtiti: "Kjo është Eni."